Dështon zgjedhja e Albulena Haxhiut kryetare e Kuvendit të Kosovës. Seanca vazhdon të hënën. Ndahet nga jeta gazetari dhe ish drejtori i përgjithshëm i RTK-s Sulejman Shaqiri. Shënohet dita e veteranëve të betejës së Kosharës dhe rënja e heroit të Kosovës Sali Çekaj. Besimtarët e Krishterë festojnë Pashkët, mesha solene transmetohet sonte drejt për drejt në RTK. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Deputetët e sapo betuar të Kuvendit e Kosovës kanë dështuar të zgjedhin kryeparlamentarin e ri pasi kandidatja propozuar nga lëvizja vetëvendosje Albulena Haxhiu nuk i mori votat e mjaftueshme. Megjithatë, Kuvendi e miratoi raportin për verifikim të quorumit dhe mandateve të deputetëve pas 2 seancave të dështuara. Seanca e radhës do të mbahet të hënën në orën 15. Me vota unanime, 119 deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë shkuar një hap tutje. Pas një konsultimi me kryesuesin e Kuvendit miratuan raportin për verifikimin e quorumit dhe mandateve të deputetëve të legjislaturës së 9. Kjo më pas i hapi rrugë betimit të deputetëve. Kryeparlamentari i legjislaturës së 8 propozoi deputeten Albulena Haxhiu që ta zër vendin e tij. Shalutë si kolegë shumë prej juve me shumë mandate në Kuvendin e Republikës Kosovës që ta mbështetni këtë propozim, sepse vetëm kështu mendoj që nuk bëhemi pjesë e bllokimit të themelimit të institucioneve dhe të Kuvendit të Republikës Kosovës. Mirë po, deputetët nuk i dhanë besimin për ta drejtuar këtë legjislatur emrit të përzgjedhur, të cilin e propozoi partia fituese e zgjedhjeve të nëntshkurtit. Nga 112 deputet sa ishin në sallë gjatë procesit të votimit, 57 ishin pro, 19 kundër dhe 3 abstenime. Në 2 përpjekje, Kuvendi nuk e zgjodhi kryeparlamentaren e re. Në bazë të numërimit që ka bërë shërbimi i deputetëve, propozimi nuk ka lënë. Me që votat nuk u arritën, kryesuesi i Kuvendit të Kosovës, Avni Dehari, mbylli punimet e kësaj seance, duke njoftuar se ajo do të vazhdojë ditën e hënë në orën 15. Megjithse nuk i siguroi votat e mjaftueshme, Albulena Haxhiu ka deklaruar se edhe në seancën e së hënës do të jetë kandidate për kryetare të Kuvendit të Kosovës. Opozita përfshirë PDK, LDK dhe AK refuzuan ta mbështesin duke quajtur votën të drejtë ekskluzive por jo obligative. Pavarësisht mungesës së konsensusit, vetëvendosje nuk tërhiqet nga kandidatura e Haxhiut, ndërsa përpjekja e radhës për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit do të bëhet të hënën. 61 vota sa duhen për të zënë karrigën e kryeparlamentares për çka e propozoi partia e saj nuk i mori, por deputetja tashmë e betuar Albulena Haxhiu tha se të hënën do të vihet përsëri në votim me emri i saj. Ne ishim të gatshëm që të vazhdojmë me procedurat e mëtejme për të zhbllokuar situatën dhe për të konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës për të vazhduar me procedurat tjera, mirë po duket që opozita po e mban të bllokuar Kuvendin sepse nuk e mbështetën propozimin e vetëvendosjes. Prandaj i përket vetëvendosjes që ta bëj propozimin e radhës do të jetë emri i njëjtë. E kryetari i PDK-s Memlik Rasniqi tha se janë në të drejtën e tyre për të mos e votuar kandidatin e vetëvendosjes. Propozimi për kryetarin e Kuvendit i takon grupit parlamentar me numrin më të madh deputetëve, por kjo nuk është obligative për deputetët që ta votojnë këtë që ata e propozojnë. As të kaluarën s'ka ndodhur ashtu, as do të ndodhë as tash. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami tha se partia e saj nuk ka vot për kandidatët që i propozon vetëvendosje për kryeparlamentar, ndërsa paralajmëroi se do të bëjnë edhe një kallëzim penal. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës do të bëj kallëzim penal lidhur me ushtrimin e mandatit që këta e kanë bë nga data 27 mars deri më sot. Haxhiun për kryeparlamentare se votoi as AK-ja, por kryetari i saj tha se partia e tij ka 2 emra që do t'i votonte për këtë pozitë. Nëse do të ishin kandidat për kryetar,
nga vetëvendosje, Saranda Bogujelçi, ose Shqipe Selimi i votoj. Edhe Aleonca i voton. E Fatmir Limaj që në 2 herët e votimit abstenoi tha se pret zhbllokim të situatës. Mbetet që sipas ligjit dhe kushtetutës të konstituohet kuvendi dhe qeveria ashtu siç i kërkon ligji dhe kushtetuta. Ju falenderoj shumë. Para përpjekjes së dytë për ta votuar për kryekuvendare Albulena Haxhiun, bashkëpartiaku i saj Faton Peci tha se vetëvendosje nuk tërhiqet nga propozimi i tyre dhe kërkoi votën e partive të tjera. Prap është në dorën e tyre që të aprovojnë propozimin e lëvizjes vetëvendosje për zgjedhje kryetarin e kuvendit. Seanca me përpjekjet për konstituim të plot vazhdon të hënën për të 4-ën herë. Përpjekja e tretë për konstituimin e kuvendit e Kosovës dështoi sërish pasi kandidatura e Albulena Haxhiut nuk arriti të sigurojë 61 votat e nevojshme. Megjithatë, verifikimi i mandateve të deputetëve është cilësuar si hap pozitiv drejt zhbllokimit institucional. Seanca e radhës do të mbahet brenda 48 orëve, pavarësisht se bie në një ditë feste zyrtare. Seanca ndërpritet për 48 orë. Pas dështimit të tretë të përpjekjes së deputetëve për konstituimin e kuvendit, seanca u ndërprej edhe këtë shtunë për të vazhduar brenda 48 orësh. Por data e ardhshme kur deputetët pritet të kthehen në sallë ka rastisur të jetë festë zyrtare. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, kjo nuk e pengon vazhdimin e seancës konstituive. E kemi këtë përcaktimin ligjor, i cili realisht përcaktimin bazë të rregullores, i cili thotë që kuvendit duhet që të mblidhet brenda 48 orëve ose seanca konstituive guxon që të ndërprehet brenda 48 orëve. Por një gjë e tillë realisht e kemi këtë një rast jashtëzakonshëm, i cili në pak duhet që ta sjellat rezultatin e kësaj seance konstituive, ku duhet që të konstituohet kuvendi me patjetër. Edhe pse nuk u arrit të votohet krye parlamentari, seancën e sotme po e shohin si të suksesshme njohës të çështjeve politike, që sipas tyre kuvendi u zhbllokua me verifikimin e mandateve të deputetëve. Kryesore është që deputetet është bërë verifikimi i deputetëve. Tani kjo është pritur, do të thotë që nuk është të thënë që kryetari i parlamentit dhe nënkryetarët të zgjedhen në ditën e parë. Do të ketë raste, do të thotë tjera. Një gjë është duhet pasur parasysh. E drejta ekskluzive është e vetëvendosjes derisa të bëj 61 vota. Aktualisht i kanë 57, duhet të negociojnë. Koci thot se votimi i emrit të propozuar për krye parlamentar nuk mund të imponohet askujt dhe se kjo tashmë është një betejë politike. Ishte çështje tjetër verifikimi i mandateve dhe betimi i deputetëve. Kjo është çështje tjetër tani. Këtu kemi të bëjmë me betejë demokratike, me betejë forcave politike. Vetëvendosja duhet i gjejë ato vota, në çastin që i bën 61, zgjedhet edhe kryetari me gjithë dhe nënkryetarit. Në 2 votime, Albulena Haxhiu, që u propozua për krye parlamentare, mori vetëm nga 57 vota. Ka vdekur në moshën 69 vjeçare gazetari i njohur Sulejman Shaqiri, ish drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Kosovës. Për nder të jetës dhe veprës së tij u mbajt një mbledhje komemorative në Ferizaj, në të cilën morën pjesë personalitete nga fusha e politikës dhe medias. Shaqiri u përshkrua si zë i fuqishëm medial. Pas një smundje të rëndë është ndarë nga jeta gazetari dhe ishte drejtori i Radio Televizionit të Kosovës, Sulejman Shaqiri. Në nder të jetës dhe veprës së tij, në pranitë të familjarëve të ndjerit, miqve, kolegëve dhe përfaqësuesve të institucioneve lokale e qendrore, është mbajtur mbledhje komemorative. Me këtë rast u çmua lart kontributi i tij në fushën e gazetarisë. Sot Feriza është në zi. Humbëm bashkëqytetarin e rrallë. Humbëm një nga emrat më të ndritur të gazetarisë, qytetarisë nga plejada e parë e saj. Humbëm të papërsëritshmin gazetar Sulejman Shaqiri. E njoha si një zë i artikuluar, si guximtari pa shoq profesional,
si pasionant të misionit që kishte në jetë për informimin e publikit dhe për krijimin e opinionit. I thjesht në sjellje, por i madh në shpirt. Ishte gjithmonë aty ku kishte nevojë për një zë të ndershëm, e njihte peshën e fjalës të cilën e përdori gjithmonë në të mirën e opinionit publik. Në emër të familjes së të ndjerit folën dy vajzat e tij. Babi ishte më shumë se një gazetar i përkushtuar dhe zë i lirë në kohë të vështira. Për dekada me radhë, ai i dha zë të vërtetës, mbrojti lirinë e fjalës dhe la gjurmë të pashlyeshme në gazetarinë shqiptare. Sot, edhe pse dhimbja është e madhe, ne ndjehemi krenar që e kemi pas për krah një njeri kaq të veçantë. Varrimi i gazetarit Sulejman Shaqiri u bë në praninë e mira qytetarëve në varrezat e reja të Ferizajt. Telegram ngushëllimi i është drejtuar familjes Shaqiri në emër të menaxhmentit dhe punëtorëve të radio televizionit të Kosovës. Në këtë telegram thuhet se me pikëllim të thellë kemi marrë lajmin për ndarjen nga jeta të ish kolegut ton, Sulejman Shaqiri, gazetar me përvojë, ish drejtori i përgjithshëm i RTK-s dhe mbi të gjitha njeri urt dhe i mirë. Shaqiri ishte një gazetar me përvojë të gjatë, kolegi i dashur dhe i respektuar, i njohur për profesionalizmin, qetësinë dhe mirësinë që e shoqëronin në punë dhe në jetën e përditshme. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm Hysen Hundozi tha se Shaqiri do të kujtohet si një njeri me vlera të larta, njerëzore dhe si një gazetar i dashur për publikun, që gjithmonë ruajti dinjitetin dhe përkushtimin profesional në çdo rrethon. Humbja e tij është e ndjeshme për familjen, kolegët dhe për të gjithë ata që e kanë njohur. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe Unioni i Gazetarëve Shqiptar kanë shprehur dhimbjen për ndarjen nga jeta e gazetarit dhe ish drejtorit të RTK-s Sulejman Shaqiri. Sipas AGK-s, Shaqiri do të kujtohet për profesionalizmin e tij, për kushtimin ndaj profesionit dhe rolin e tij udhëheqës në zhvillimin e mediave në Kosovë, ndërsa nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar thanë se jeta dhe kontributi i Shaqirit mbeten një vlerë e veçantë e gazetarisë shqiptare në përgjithësi. Tani ta ndjekim një kronik që shpalos shkurtimisht jetën dhe veprën e gazetarit Sulejman Shaqiri. Përshëndetje të nderuar shikues, mirëserdhet në i urt, i matur e profesionist. Kështu do të kujtohet gjithmonë gazetari ish kolegu Sulejman Shaqiri, i cili u nda nga jeta në moshën 69 vjeçare. I lindur në Ferizaj, Sulejman Shaqiri filloi rrugtimin e tij profesional në gazetari në fillim të viteve të 80-ta, duke lënë gjurmë në secilin institucion ku punoi. Karrierën e nisi në Radio Ferizaj, ku për 2 dekada u dallua si gazetar, kryeredaktor dhe më pas drejtor. Në vitin 1988 u bë pjesë e Radio Televizionit të Prishtinës, ku shërbeu si gazetar dhe redaktor përgjegjës i programit informativ politik, deri në mbylljen e dhunshme të këtij institucioni nga regjimi serb. Pas kësaj periudhe sfiduese, kontributet e tij vazhdoi në Radiokracia në Zagreb e më pas në Radio Tiranë. Pas çlirimit të vendit, Shaqiri u rikthye në Ferizaj për të dhënë kontributin e tij në rindërtimin e mediave lokale. Në vitin 2000 u bë pjesë e Radio Televizionit të Kosovës, fillimisht si autor dhe redaktor i emisioneve informative dhe debatuese, më pas si drejtori Radio Kosovës dhe Radios Blue Sky, kryeredaktor në RTK dhe producent ekzekutiv për programet e minoriteteve dhe transmetimet ndërkombëtare të RTK-s. Në vitin 2010 arriti në kulmin e karrierës së tij, duke u emëruar drejtor i përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës. Karrierën e tij Shaqiri vazhdoi në RTK deri në ditën e pensionimit. Sulejman Shaqiri do të përkujtohet për herë si njeri i afërt, i përkushtuar e me virtyte të larta njerëzore. Ai la pas vetes bashkëshortën dhe 4 vajza. Vazhdoj me lajme të tjera, në Prishtinë është mbajtur proteste a radhës iniciativës asnjë cent më shumë për të kundërshtuar shtrejtimin e energjisë. Organizatorët e protestës kanë kërkuar pezullimin e vendimit dhe shkarkimin e bordit të ZRE-s sapo të konstituohet kuvendi.
Grupi asnjë cent më shumë ka mbajtur protestën e tretë me radhë kundër vendimit të ZRE-s për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1%. Fillimisht ky grup i protestuesve janë dalur para hyrjes së kuvendit, në të njëjtën kohë kur ishte duke mbajtur seanca konstituive, duke vazhduar më pas marshin deri te Ministria e Ekonomisë. Kjo dhe thirrje të tjera kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike u dëgjuan në sheshet e Prishtinës. Nuk ka lidhja, jemi shumë a pak. Një rritje e tillë e tarifave nga qytetarët po shihet si vendim i papërballueshëm për ta. Valloj, me pensioner 120 euro, çka bën? Kjo është katastrofë. Organizatorët e protestës kanë kërkuar nga kuvendi që ta shkarkojnë bordin e zyrës së rregullatorit të energjisë, qysh në mbledhjen e parë pas konstituimit. Sot i bëjmë thirrje kuvendit Kosovës që ndjek rrugën ligjore të konstituimit dhe vendimin e parë që ta merr shkarkimin e këtij bordit pa përgjegjshëm dhe të paligjshëm dhe të mbroj një bord të përgjegjshëm me njerëz që përfaqësojnë publikën dhe republikën dhe vendimi i parë i tyre tjetë anulimi i këtij vendimi të paligjshëm që dëmton rënd interesin e publikës dhe republikës. Të tjerë aktivistë thonë se protestat e radhës nuk do t'jenë të qeta në rast se bordi i ZRE-s nuk shkarkohet. Nëse ndodh konstituimi i kuvendit dhe nuk ndodh shkarkimi i bordit të ZRE-s, nuk do të jetë më proteste për masave të tilla, por të bllokojmë çdo rrugë, çdo shesh, jo vetëm në Prishtinë, por në secilin qytet të Republikës Kosovës. Pas përfundimit të protestës, qytetarët u shpërndan të qetë. Te krishterët katolikë në Kosovë festojnë Pashkët, në vigjilje të kësaj feste sonte në orën 21 do të mbahet mesha solemne e Pashkëve në katedralen Shën Nën Tereza, e cila do të transmetohet drejt për drejt në radio televizionin e Kosovës. Meshës do t'i pri i peshkvi i peshkvisë e Kosovës Imzot Dot Gjergji, i cili ka uruar besimtarët krishterë për festën e Pashkëve. A i tha se edhe pse kjo Pashk e gjenë botën në përgjakur, një Evropë të përqarë dhe në një Kosovë që rënkon në barën e papërgjithësisë politike, pasigurisë për të ardhmen dhe ndarjeve të panevojshme, ftoi të ruhet qetësia e shpirtit, shkëlqimi i shpresës dhe ngushëllimi i fesë. Në kuadër të manifestimit Ditët e Shqipës, është mbajtur Akademi përkujtimore kushtuar ditës së veteranëve të betejës së Kosharës dhe rënjes së heroit të Kosovës Sali Çekaj. Në këtë akademi është përkujtuar njëra nga betejat më të rëndësishme të ushtarëve të UÇK-s, e po ashtu veprimtaria e heroit Sali Çekaj. Nën patronazhin e presidentës së Republikës Vjosa Osmani është mbajtur akademi përkujtimore kushtuar ditës së veteranëve të betejës së Kosharës dhe ditës së rënjes së heroit të Kosovës Sali Çekaj. Duke qenë se presidentja organizoi këtë akademi, në emër të saj foli këshilltari ushtarak Sefer Isufi. Isufi tha se Sali Çekaj dhe bashkëluftëtarët e tij i prin një epoke që kishte për mision jo vetëm çlirimin e dheut, por edhe çlirimin e ndërgjegjës son kombëtare. Kosharja, ajo betejë që theu kufit me armë, theu njëherë e përgjithmonë edhe kufit e frikës në shpirtin tonë. E kur Agim Ramadani ra, Sali Çekaj nuk u thyje. Ajo rrit me dhimbjen që vetëm një vëllai i armës mund ta ndjej, ai mori flamurin e përgjakur dhe marshoi përpara deri në fund. Bilazim Manaj ka folur për jetën, veprën dhe aktivitetet kombëtare të heroit Sali Çekaj. Rani Agim Ramadanit, katonës, ishte humbje që nuk kompenzoi. Sali Çekaj fton për betim ushtarët që po luftojnë në këtë drejtim të luftës dhe i thret me zë të lartë. Aty ku ka rënë gjaku i Agim Ramadanit dhe i bashkëluftëtarëve të tjerë, nuk ka pashkil më kur qizme armikut. E mbesa heroit Sali Çekaj Leona Berisha tha se çdo gjë të i kalohet kur merrem përballë sakrificat të ushtarëve të lirisë. Shteti ynë Kosova dhe siç pritej përballet me sfida të përditshme, të cilat sipas neve në thellë mund ta përballohen çdo herë, duke marrë inspirim nga veprat e ushtarëve të lirisë. Kjo është njëra nga aktivitetet e shumta që mbahet për çdo vit në kuadër të ditëve të Shqipës.
Me homazhe të varrezat të dëshmorëve në Rugov të Pes, u përkujtuan luftetarët e brigadës 136 Rugova, të rënë me 18, 19 dhe 20 prill të vitit 1999. Familjar, bashkluftetar dhe qytetar të shumt vlerësuan lartë sakrificën e tyre për lirinë e Kosovës. Në 26 vjetorin e rënies në Rugov të Pejës janë përkujtuar dëshmorët e kombit, luftetarët e brigadës 136 Rugova të rënë me 18, 19 dhe 20 prill 1999. Shumë qytetar, në mesin e të cilëve familjar dhe bashkluftetar të rënëve të pranishëm në këtë përvjetor e kanë vlerësuar lartë veprën e tyre në shërbim të atë dheut. Ne ju kemi bargjë këtyre burrave, këtyre trimave, këtyre dëshmorëve, këtyre martirëve, gjithmonë të nderojmë dhe të respektojmë punën, veprën dhe jetën e tyre. Se këta burra ishin ndër të parë që filluan organizimin e luftës në trevën e Rugovës, u bashkangjitën të gjithë së bashkut dhe deri në momentin e fundit, deri kur e dhanë edhe ato më të shtrejtën, jetën nuk e lëshuan vendin. Rugova gjatë gjithë historisë saj ka qenë ballë përpjekjeve, për kom, për shtet e për atë dhe. Nuk ka pas qysh me konë ndryshe edhe kjo lufta fundit. Edhe në luftën e fundit, Rugova, si shumë treva tjera, e ka dhonë kontributën i jashtëzakonshëm që të vim këtu ku jem, të liria e vendit tonë. Këta emna do të tingëllojnë vazhdimisht në shpirtin tim, sepse me vendosmëri e mbrojtjen krenarin e të parëve, i duelen zotat dheut dhe u rështua në ushtrinë çlimtare të Kosovës, e cila u bë ushtri më e suksesshme nga lidha e presidentit këtu. Në shumë fshatra të Rugovës, gjatë ditës së sotme, po ashtu janë përkujtuar edhe dëshmorët e kësaj treve të rënë në periudha të ndryshme të historisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë homazhe në hallaq të vogël dhe në rruft të ri në përkujtim dhe nderim të martirëve të këtyre dy fshatrave të komunës së Lipjanit. Me 19 prill 99, forcat armatosura serbe pushkatuan dhe ekzekutuan 20 shqiptar civil në këtë pjesë. Kurti po ashtu vizitoi edhe vendin ku kishte ndodhur krimi 26 vjet më parë. Linja hekurudhore Durrës-Prishtinë po shihet si një mundësi e mirë pasi nuk do të shërbej vetëm për transport mallrash e udhëtarësh, por edhe për qëllime ushtarake. Hekurudha Durrës-Prishtinë konsiderohet si një ndër veprat infrastrukturore më të rëndësishme për kombin dhe ekonominë e rajonit në tërësi. Kjo linjë parashikohet të kalojë nga Durrësi në Shkodër për të vijuar në Gjakove më pas në Prishtinë. Do të ketë një rëndësi të veçantë jo vetëm për transportin komercial, pasi lidh portin e Durrësit me portin e thatë të Prishtinës, por edhe për transportin alternativ, pasi krijon më tepër mundësi udhtimi mes dy vendeve. Me përfundimin e studimit të fizibilitetit, do të hapet edhe gara ndërkombëtare e kombinuar mes dy vendeve për të nisur menjëherë ndërtimin e kësaj hekurudhe. Ky projekt pritet të kushtojë rreth 750 milion euro. Kjo hekurudhë do të ndërlidhet me korridorin e 8 si dhe me korridorin e 10, por nga ana tjetër prek edhe korridorin Adriatiko-Jonian në një gjatësi shumë të rëndësishme të tij, duke u kthyer kështu në një nyje ndërlidhëse të 3 korridoreve europiane e duke i dhënë kësaj hekurudhe në dukje kombëtare një rëndësi të veçantë për të gjithë zhvillimin ekonomik dhe gjeopolitik të Europës juglindore. Kanë filluar punimet në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë, ku edhe është mbyllur njëra kursi e rrugës për qarkullim. Punimet do të zgjasin nga sot deri me 27 prill. Në njoftimin e komunës thuhet se nga rrethit të komuna deri pas teatrit kombëtar do të bëhen punime rehabilituese që janë të domosdoshme pas dëmtimeve të shkaktuara nga automjetet me peshë të rëndë. Megjithatë, ditëve të javës, qarkullimi do të jetë i mbyllur vetëm gjatë natës, nga ora 19 deri në orën 7 në mëngjes. E në fund javë, punimet do të jenë gjatë gjithë ditës. Në njoftim thuhet se gjatë kohës së punimeve priten vështirësi në qarkullim në këtë segment rrugor, andaj rekomandojnë përdorimin e rrugëve alternative. A do të dërgojë Gjermania raketa Taurus në Ukrainë?
Kjo ishte pyetja në fokus të javës në Gjermani. Korespondentja e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka, vjen me një përmbledhje për atë kënd. Java në Gjermani nisi me një deklarat të kancelarit në pritje Friedrich Merz që e riktheu vendin në vëmendje të politikës botërore. Në një intervistë për televizionin publik ARD, Merz u shpreh i gatshëm të furnizojë Ukrainën me raketa me rrezet gjatë veprimi. Britanikët dhe francezët tashmë po dërgojnë raketa, amerikanët po ashtu, prandaj nëse ka koordinim edhe Gjermania duhet të marrë pjesë. Dhe reagimi nga Moska nuk vonoi. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme ruse Maria Sakharova paralajmëroi se një sulm me raketat Taurus ndaj objektivave në territorin rus do të konsiderohet si pjesëmarrje drejt për drejt e Gjermanisë në luftë, me pasoja të plota për Berlinin. Raketa Taurus ka një rrezë veprimi prej 500 kilometrash dhe fluturon në lartësi shumë të ulta, duke e bërë të vështirë për të kapur nga radarët. Merz sugjeroi se ajo mund të përdoret edhe kundër caqeve strategjike si ura që lidh Rusinë me Krimen, një korridor i rëndësishëm furnizimi ky për Kremlinin. Por mbetet e paqartë nëse kjo qasje mbështetet edhe nga socialdemokratët. Ministri aktual i mbrojtjes Boris Pistorius, një nga figurat më të fuqishme të socialdemokratëve dhe kandidat serioz për të vazhduar në këtë post, edhe në Merz u shpreh me rezerva. Ka argumenta të forta në favor të dërgimit të raketave Taurus në Ukrainë, por edhe shumë argumente bindse kundër, tha ai në një aktivitet të socialdemokratëve në Hanover. Ky qendrim i paqartë i Pistoriusit ndoshta shpjegohet edhe me faktin që partia e tij këtë javë filloi edhe votimin e marrëveshjes së koalicionit të dakordsuar një javë më parë. Dhe Friedrich Merz shkaktoi konfuzion të ri në këtë kontekst, duke vënë në pikpyetje një nga premtimet kyçe të socialdemokratëve, rritjen e pagës minimale. Në intervistë për Bild am Sonntag, Merz tha se nuk ka asnjë automatizëm që paga minimale të rritet në 15 euro. Për përfaqësuesit e biznesit, rritja e pagës në 15 euro është një përfytyrim social romantik që nuk përputhet me realitetin. Dhe realiteti ekonomik është gjithçka tjetër përveç se optimist. Sipas një sondazhi të publikuar të premten nga Instituti për Ekonominë Gjermane në Köln, më shumë se 1 në 3 kompani në Gjermani planifikon të shkurtojë vende pune gjatë këtij viti. Në sektorin e shërbimeve ka sinjale të lehta optimizmi, por industria dhe ndërtimtaria mbeten dukshëm pesimiste. Ekspertët nga Kölni e përshkruajnë këtë një situatë të ashpër për ekonominë gjermane dhe kërkojnë që qeveria e re të veprojë sa më shpejt dhe në bashkërendim me Bashkimin Evropian. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shpallur një arpushim 2 ditor për Pashk, ndërkohë janë shkëmbyer edhe një numër i madh të burgosurve të luftës, ndërsa sipas një burimi nga shtëpia e Bardhë, administrata Trump është e gatshme ta njohë kontrollin rus mbi gadishullin e Krimes si pjesë të propozimit për të dhënë fund luftës. В преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shpallur një armpushim 2 ditor për Pashk. Putin ka thënë se do të ketë armpushim nga e shtuna në ora 18 sipas kohës së Moskës deri në mesnatën e 21 prillit. Putin ka thënë të supozoj se edhe Ukraina do ta shpallë këtë armpushim, megjithatë trupat ruse janë të gatshme ta zmbrapsin çfarëdo shkelje të mundshme. Putin ndërkohë e ka akuzuar Ukrainën se e ka shkelur marrëveshjen për të mos sulmuar infrastrukturën energjetike dhe atë më shumë se 100 herë. Sidoqoftë mbetet e paqartë nëse presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka pranuar kushtet për këtë armpushim. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes e ka publikuar një deklaratë me të cilën ka konfirmuar se Rusia do t'i ndalon të gjitha operacionet ushtarake nga mesnata e sonte deri në mesnatën e 21 prillit. E këtë shpallje të armpushimit, presidenti rus Vladimir Putin e ka bërë pasi fillimisht sekretari i shtetit Marco Rubio e më pas edhe presidenti Trump deklaruan se nëse nuk ka shenja të qarta për një armpushim, do të tërhiqen nga ky proces. E sot gjithashtu, me ndërmjetësimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, është bërë edhe shkëmbimi i të burgosurve të luftës mes Rusisë e Ukrainës. Janë liruar 246 rus dhe 277 ukrainas.
Ndërkohë, sipas një burime nga administrata amerikane që ka folur për CNN, ka thënë se administrata e presidentit Trump është e gatshme ta njohë kontrollin e Rusisë mbi gadishullin e Krimes si pjesë të propozimit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Krimen Rusia e kontrollon që nga viti 2014 kur e kishte pushtuar. Kaq për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim.